Çdo që t'jetë pyetja, është jam i dhanum ose i falun? Jemi falur dhe kam një hall se kam hak më shumë. Kam hak ndaj atyre që më kanë lind apo ndaj atyre që më kanë rrit. Jo ndaj atyre që të kanë lindur, por ki hak ndaj atyre që të kanë rritur. Ndaj atyre që të kanë lindur, ke hak obligim nga ana e gjakut. Allahu të ka lidhur me ta se të ka lind prej tyne. Nuk është meselja me zgjedh. Njeriu mund të zgjedh shokët e miqt, mund të zgjedh shiftin bashkëtorë, mund të zgjedh shkollën, punën e tjerë, por nuk mundet me zgjedh prind, familjen e vet, gjakun e vet, fisin e vet. Andaj njeriu duhet ta ruaj dhe të kontribuoj në rujtjen e vlerave dhe në ngritjen e atyre vlerave tek fisi, tek familja jote. Duhet krenosh me familjen tënde që e ke. Dhe ki hak ndaj tyne, ki obligim ndaj tyne. Dhe është gjëna me hika sajna, me ju shmang, që shemi duke përjetu në këtu ditë ku nuk do me ni, që është ati fisi, asaj familje tjere, është mkat, është përbuzje, e asaj që ta ka dhënë Allahu. Ndërsa nga kandi atyre që kanë edukuar, kanë rritur, ki obligim moral, sepse dikush nëse tep një kafshat buk, ki obligim moral, me thonë faleminderit. Nëse dikush tu ka gjendur në ndonjë moment kritik të jetës tënde apo në ndonjë moment që ke pas nevojë, ke obligim moral, më gjin njëri kur ka nevojë. Pra këta janë lodhur për ty sa vite, të kanë pastruar, të kanë veshë, të kanë ushqyer etj, ke obligim ndaj tyre moral, por obligimi atje është më i madh se sa ndaj tyre. Allahu trujt.